padyshim taktik, strategji, qëndrueshmëri, të gjitha i ka pasur Albin Kurti në rrugtimin e vet deri në këtë rezultat. Fitoria e tij flet vet në makro, në situatën që ai e krijoi, jashtë ndoshta parashikimit kundërshtarëve të tij në shifra, jashtë parashikimit të mediave që nuk e mbështetën në hapësirën kosovare kryesisht dhe që menduan që duke u zgjatur proceset e formimit të shtetit dhe të qeverisjes, të cilat ishin pengesë pas pengese, do të kishte një lodhje të forcës politike vetvendosje dhe do të çonte kjo në një, le të themi, zvoglim apo reduktim të potencialit elektoral të saj. Albin Kurti dhe vetvendosja vendosën që të qëndrojnë me konsistencë në qartësinë e vet, që ishin dhe janë partia më e madhe e Republikës së Kosovës dhe si e tillë nuk mund të silleshin përveç se në akordancë me atë që votuesi i kishte dhënë. Ka pasur shumë analiza, sidomos ato që lidhen me datën e zgjedhjeve, ka pasur shumë spekullime, sidomos ato që lidhen me peshën e votës e emigrantëve përkundrejt votës së rezidentëve kosovar në Republikën e Kosovës, por përpara se të hyjmë në këtë analizë me pesë të ftuar dhe një lidhje të drejtë për drejtë me zonën Mimoza Kusari Lila të forcës vetvendosje që kam kënaqësi ju ta kem sonte në Top Story, një gjë duhet thënë sa i përket normalisht hapësirës politike të Republikës Kosovës, që jep një mësim me një shuplak të jashtëzakonshme hapësirës politike të Republikës Shqipërisë, duke i thënë që rezultati i zgjedhjeve njihet, që opozita shfaqet dhe i thot urojmë fituesin, që rezultati cili do qoftë përballohet pavarësisht se si do të vijoj, si LDK-ja do sillet me dorëheqje apo jo, PDK-ja do sillet me zëvendësime ose jo, një gjë është e sigurt, që është numëruar për 5 orë, ka dalë rezultati, përgjegjësinë e kanë marrë së pagu morale se si do ta vijojnë me taktik politike, kjo është shuplaka që japim Republikës Shqipërisë në të gjitha dimensionet. Madje Kosova i ka dhënë gjithashtu Shqipërisë një tjetër shuplak, duke i treguar që atje establishmentet politike lëvizin, të vjetrit nuk janë absolutisht të vetmit që japin rrugën e politikës së një vendi, të rinjt lëvizin nga një parti tek një tjetër, krijojnë parti të reja dhe kur e kanë vërtet mundet që mundin çdo parashikim konjunktural politik.